Unë 2018 e kam propozu këtë, që tjetë element i organizimit dhe i staksu në statutin e PD-s. Kush fiton, ka drejt garoj më sipër dhe nuk e ndalon do të kush. Qa bëjnë këto? Fusin një nen, thot, po nuk desh partia lartë, nuk funksionon ti jesh kandidat. Po pse? Ju falemderit, unë pa më bërko. Falemderit, kryetar shumë. Edhe të sukses. Falemderit. Besoj se ka qenë garat e para që kanë qenë kështu të lira për kandidim edhe nga që nga që po e bëj shpesh gabim, po në herë nga ngutja, në herë nga... O, tani hapi qika, më falë. Thiri dhe tjera. Në herë nga ngutja, në herë edhe se po harroj, po një farë prezentimi si fillim duhet ta bëj. Se në Elbasan takon për ta bëj, për atë punë po e bëj. Po pra. Unë kam nostalgji për Elbasanin se... Po, jo vetëm që kam lind zotën e Dumres, ka qenë familja, po më ka ratë vi shpesh në Elbasan, edhe kur referoisha Elbasanit, të referoisha të Dyselvit aty, se ka qenë shtëpia e Minhaxhi Ademit, edhe unë vija po thuj se në mënyrë ciklike se e kam pas profesore Minhaxhi, ish kryetar në Park Bashkisë. E kam pas profesor të matematikës edhe me sa duket që në Zanafil e kam marrë aty atë dëshirën për matematikë dhe i përkas fushës matematikës edhe programimit. Diku në vitet në 84 jam shpërngur në Kuks dhe pastaj domthon karriera ime ka qenë e tillë. Në arsimimin tim kam qenë një student i mirë në shkollën e mesme. Kam pas pasion thash matematikën edhe kam qenë në disa nxënësit elitar të asaj kohë të brezit tim, autodidakt. Më shumë sepse ashtu kanë qenë kushtet për shkak të familjes edhe për shkak të pozicionimit politik edhe të familjes time dhe unë kam marrë edhe emrin e Henrik Ibsenit edhe më kanë ndjek mrapa si të punë destination e punë armiku i popullit. Henrik Ibsen ka shkruajtur një vepër, dhe u bë shumë i famshëm, armiku i popullit, edhe një mjek përballet në një rasti në Norvegji ka ndodhur kjo me një të vërtetë edhe tregon të vërtetën edhe i hapen gjithë problemet e jetës vet pastaj aty. Edhe tregon se si gjithë sistemi është i kalpur. Si për destinacion më kanë vu këtë emër për këtë arsye dhe kjo më kanë njek. Edhe tash jam një farë armiku në deputet, po pak më ndrysh. Tash i cilë pse ka qenë pozicion im kritizer. Paktën e më kanë dhënë kritizer në herë dhe rebel. Spati edukimin familjar e kam pas tillë që të kundërshtoj. Kur e shoh një pa drejtësi mas menimit tim, domethënë nëse në njërin e jush e ka pa që unë mund të kem kundërshtuar pak më shumë se ç'duhet ose pak më pak, se ca më thonë pse e ke ul zonin, ca më thotë pse e ke ngrit zonin, dhe kam rënë në këtë pjesë. Po do unë kam ul dhe e kam ngrit zonin sipas asaj që kam konceptuar, dhe njeriu personalisht nuk e koncepton drejt gjithë situatën ose nuk e sheh një lloj si gjithë tjerë. Dhe kjo ka qenë debatet e kahershme me Lulzim Bashën që në 2014. Në udhëzimin e parë ato që janë të vjetër në parti, unë kam biseduar në një takim. Mendoja që do ish profesional takimi dhe i thoja që kryetar, ky udhëzimi që ke nxjerrë ti do na hap shumë fund, do na shkatroj partinë dhe kjo nuk ban. Edhe me argumenta që kjo, unë jam marrë kohë me organizimin, siç mund të jetë marrë deputetë dhe shumica e jush. Dhe kur sheh për shembull që njerëz që kanë sukses, ti do t'i heqësh nga partia, thu shqetësor se njerëz të suksesit e marrin partinë në kamp. Nuk e ma dhe suksesi duket e rezultati. Këtë po diskutoja me deputetin. Deputeti ka një statur të fortë, deputeti juaj për rezultate, po mos ta kishte dhe ishte qik më në siklet. Sepse kështu funksionon politika. Kështu duhet funksionoj politika. Dhe pse e them këtë? Sepse personi që voton nuk gjykohet dot nga lart. Ky është element i karrierës, element shumë i rëndësishëm që duhet shkruajt diku. Unë 2018 e kam propozu këtë, që tjetë element i organizimit dhe i staksu në statutin e PD-s. Kush fiton, ka drejt garoj më sipër dhe nuk e ndalon do të kush. Qa bëjnë këto? Fusin një nen, thot, po nuk desh partia lartë, nuk funksionon ti jesh kandidat. Po pse? Qose unë, supozem do vi këtu, do jem deputet, do marrë vot besim shumë të madh. Pse mos t'jem kandidat, jo se e kam me rastin në deputet, më përgjithësi.
ose çdo kush që ka në strukturën e Partisë Demokratike, merr vot besim, aty ku ai e menaxhon, kush mund ta ndalë të kandidojë më sipër, antar kryesi, asnjë. Do më emri ati shnohet në mënyrë automatike dhe kjo quhet sistem elementar i karrierës. Në qoftë se unë, kryetar partie, unë bas me ullje, se ka edhe unë vjen me ngritje, po unë bas me rënien rezultat, unë nuk mund të kandidoj më. Qoftë unë bas me rritje, unë kam kushte. Unë ti rrit, ke unë me rrit, po ti ke kushte 60%, sepse kështu funksionon kudo, nuk është se po bëjmë ne në zbulim në për sa i përket hallkave të karrierës edhe meritës. Se në fund demokraci merit është vota. Nuk funksionon, nuk e kesh propozuar që shumë vjet nuk duam ta fusin këtë. Dhe unë mendoj që kjo duhet këmbgul gjithë bashkarisht, të ushtrojmë presion, dhe të themi këto rregulla, të shnojmë që partia jonë filloj edhe të ndërtoj sistem karriere. Pra, nuk janë vetëm këto 3-4 rregulla për mena, se po të futemi në debat enkas për këtë do hap shumë debat të thellë. Një element tjetër i rëndësishëm që e kërkoj që kaq kohë them është që duhet fut debati në statut. Unë i falenderoj edhe deputetin edhe kryetarin, po unë duhet isha në debat sot me Sali Berishin. Pse? Sepse e kërkon rregullin. Domthonë këtë nuk është se e kam dorë unë dhe Sali Berisha. Ne jemi dy njerëz që duhet flasim këtu para, sepse kështu e premtoi edhe Sali Berisha për kohë gjatë. Primare. Po primaret janë shkallë më e lartë, se unë me vërtet di që Berisha është staturë e lartë, edhe po të vim tu debatojmë për këtë gjëra ai di më mirë, po duke ditë më mirë na i mëson edhe ne, duhet vinë debat, ta respektoj demokracinë. Iku kjo nuk shqetësohem unë se nuk u bë me debat, se funja fundit unë do vi do ja prap idetë e mia këtu edhe e kalojmë edhe këtë. Po debati nuk ka të bëjë vetëm me mua, po ka të bëjë edhe me dokumentin më të rëndësishëm të kësaj partie. Kush është dokumenti më i rëndësishëm? Statuti. Se mund më thush më një ditë para ose a ditë urdhëroj ku e ke këtë librin, ti lexoje dhe vlerësoje. Po s'mundesh ti një kush ka qenë mësues për shembull dhe di shumë mirë që një provim ta korrigjosh, ti se korrigjon dot, po nuk që i qetse, po nuk e pe mirë çka ka shkruaj tjetri. Dhe ky statuti i PD-s ka qenë për të bërë debat, që këtu deri lart. Unë personat që bëjnë edhe hartojnë statute i njoh, se unë jam marrë me pushtetin lokal. Edhe me këto element jam marrë, kam jetë gjatë në parti, merrem nga viti 2000 sa. Unë kam 20 e sa vjetë që merrem apo stafat me këtë punë. Jo pse s'më pyetën mua, po dhe unë mund t'jap një mendim edhe tjetri. Pra hajde ta bëjmë dokumentin e rregullave, që është statuti, kushtetuta jonë, ta bëjmë me debat. Në nivel partie nuk mund t'jap unë nga Tirana më shumë ide dhe më shumë mend për një statut se sa që mund t'jap një njeri që e ka jetuar jetën e partisë këtu. 3 rregulla, 5 rregulla. E hoqën këto kryetari grup seksionit e antar kryesi, nuk kam qenë dakord. Sepse unë kam këmbgul për ta futur atë rregull. Pra, kryetari grup seksionit është antar kryesie për ta shtri partinë, po ti duhet futesh edhe njerëz tjerë, supozojmë 15, e shton kryesin edhe 10 tjerë që i voton, sepse duhet kesh 2 komponentë kur e shtrin partinë. Edhe komponentin gjeografik, po duhet kesh edhe komponentin intelektual edhe përfaqësim të shtresave të ndryshme. Se partia është për të ushtri në këto 2 aspekte. Pse shtrihet partia? Se këto rregulla që them unë, debati, shtrirja e partisë, statuti, që them këto rregulla që them për karrierën, këto janë rregulla që fillojnë janë minimal. Këto i respektojnë kudo në botë. Janë të shenjtë, nuk i prekin dot njerëzit. Se kanë arrit nga tradita e shumë mira vjeçare te këto rregulla që si prekin dot. Tash ne pas 30 vjetë nuk do të fillojmë me respektu këto rregulla. Po se respektove këto rregulla, ky organizmi jon politik nuk është ekipi i dur për të futur në betejë me kundërshtarin. Se problemin themelor ne që kërkojmë këtë organizim e kemi me kundërshtarin, Edi Ramën. Kundërshtari sot është më dha një miku im sot më dërgoi një material për anti-establishment. Anti-establishment unë kam filluar si lëvizje mrena PD-s, po nuk më zhdon hapësira që në 2018. Lëvizja jonë anti-establishment e konturonte kundërshtarin si një njeri real, me gjithë tiparet reale. Dhe ne bërtisnim, ngrinim zarin më të madhe, dhe thonim, Edi Rama po ndërton një sistem mafioz oligarkik mafios, se nuk mund t'i ndash këto dyja, se kështu e ka ndërtuar Edi Rama. Ka marrë bizneset e mëdhaja, shumë mëdhaja, është fut me këto biznese në pastrimin e parave, është fut në
involvimin të këto bizneset offshore-ve. Offshore janë disa llogari diku atje larg që unë për shembull politikan i marr i çoj 50 milion atje dhe dalë dhe i fus këtu në ekonomi, nga atje nëpërmjet një përfaqësuesi çfarë do një firmë këtu. Po unë që marr 50 i çoj atje për vjet 10 ble dhe vota. Nuk e shoh betejën e opozitës kaq veçare të offshore që të bëhet luftë, jo vetëm ndalohet. Po duhet ngrit zëri dhe duhet ndalu kjo lloj fryme dhe vërbimtarie ekonomike që në gjenezë duhet ndalu me ligj, duhet bërë luftë për këtë. Që këty t'ju presësh parat, po që preve parat, këti lloj mekanizmi që kanë ndërtuar këto, është mekanizëm shtypës. Në 2018 e kemi titulluar me këtë varfrim dhe shpopullim. Varfrim, falimentim dhe shpopullim. Dhe falimentimin e kemi parashikuar. Të cilat kanë qenë etapat e këtyre. Njëherë për të varfruar për të ikë pjesën e parë. Pastaj për të mërzitur shtresën e mesme për ta larguar. Pastaj për të marrë pronarëve tokën siç po ja u marrën. Unë eksaktësisht se do ta bëjnë kështu nuk e kam ditë, po ideja ka qenë që këto do e bëjnë kështu. Dhe në fund ikin njerëzit, fitojnë këto me strukturën që mbajnë. Kush më thotë, unë biznes vogël kam vetë, unë e di sa i mërzitem jam. Unë bëj, domethënë kam një biznes. Se vje flas tu se kam një biznes vogël edhe ndërtoj ekonominë, se mos ta kem ato që se ka nuk i ve fajun, as kujt që nuk ka kurajet për plasë. Pse? Sepse edhe unë po t'jem pozita që kam një rrogë dhe me zor do marr fëmijët e mi edhe unë do të jemi pa sigurt të ajo çfarë do të them, se mund të kem pasoja. Tash njerëzit nuk mund të gjykosh kur njerëzit janë të friksuar ose janë të kujdesshëm sa i përket në raport me familjen e vet edhe me fëmijët e vet. Pra ky sistem që e kanë kap këto, kanë filluar me na kap familjet, kanë filluar me na kap pronat, e di çfarë bën çfarë ligji ka. E kanë bë, më fal, gabim. Jo, kam marru. Po them kur po them kam marru, po më thon këto prit se ka kohë. Po. E kam thënë e pranoj gabimin, domon e hartova fjalin, domon këto e kanë çu sistemin aty ku e kanë kap gjithçka. Është e vërtetë. Dhe ajo që po ndodh tash, shpopullimi është ne kemi, domon është pjesa e fundit dhe ne kemi mrit fundin, aty po na marrin dhe pronën. Si e marrin pronën këto? Deputeti e di më mirë. Kanë bërë një listë, kam investim strategjik, ma merr pronën mua e deputetit. Si e mund këtë? Prona ime është e pacënueshme, nuk mundet kush. Vetëm interese strategjike të mëdha kombëtare mund ta prekin. Dhe këtu është ndryshimi jon nga e djatha, nga e majta, më fal. I djathtës dhe veçanërisht i konservatorizmit që unë jam mundu ta cek, domthonë në gjithë këtë debat, në gjithë të debatet e mia politike. Sepse familja që nuk lidhet me pronën, dhe këtu ju e keni pas tradit, këtë punë, tradit shekullore, nuk mund të jetë e lirë, individi nuk mund të jetë i lirë. Dhe po nuk që individi i lirë, shoqëria kapet peng, deformohet, e ke komunizmin ose neokomunizmin, ose neodiktaturën të pragu i shtëpisë. Dhe familja nuk mund ta shbëjnë. Se këto dalin e flasin për familjen, ja do përballet edhe deputeti në parlament shumë shpejt, se i kanë gati në përsyrtar ligjet këto. Këto do t'i nxjerrin ligjin në parlament që thonë që do ta deformojmë familjen. Po si e deformon familjen ti? Se këtu e kanë, këto edhe punë të Zotit fusin dur, nuk e kanë problem. Pra mekanizmi është shumë agresiv, shumë i sofistikuar. E di nga ku i merr trajnimet gjithë stafi i Edi Ramës? Nga njerëz shumë profesional në Amerikë, të cilët e njohin shumë mirë. Unë, për shembull, në traun e Kukësit, kur ndodhi në rastin e traut Kukësit, kur ndodhi protesta, unë nuk e kam besu që ne sherrin e kishim nga Amerika, jo shteti amerikan, po i det, nga organizatat e George Sorosit në Amerikë. Dhe bile me avokatin, kam pas këtë avokat Gogjën, atëherë thash avokat, lutem se kemi hallin e Kuksjanve, na kanë hyrë në burg, mos na. Dhe rastësisht kur kam pa dokumentin dhe e kam lexuar, ajo politik ishte hartuar në Amerikë se si rrugë do jepen me koncesion në Shqipëri dhe do fillonte në Shqipëri. Nëse e mani me në Diramën, nuk është 3 ditën e parë, por ditën e 4 dhe 5. Pse? Sepse e kanë marrë që atin telefonet dhe i kanë thënë shi, po dështoj kjo punë ikën nga kryeministër. Është kryeministri i emëruar. Se po e ndërtojnë të sistem. Pra kur them unë që ne duhet ekipin ton duhet ta forcojmë.
Dhe duhet t'japi moral, se te ekipi jonë shohin gjithë tjertë. Qose ne na shohin në rregull, marrin zemër dhe marrin kurajë gjithë tjertë. Qose nuk na shohin në rregull, tjertë mund ta japin votën, po ti tjetër ndrysh të t'jap dikush votën, tjetër ndrysh është që dikush të të mbështes me zemër edhe të bëj fushat për ty, të jetë pjesë aktive. Ju këtë punë e dini. Dhe këtë kërkojmë që ta rregullojmë, unë kërkoj me timen, jo se nuk ka pas riparime pas 11 vjetorit. Ka pas ndryshime me të vërtet serioze për sa i përket në shumë deg. Ka pas garë mes spari herë mes kandidatëve, ka pas në shumë deg ka ndodhur shumë keq, në shumë deg ka ndodhur shumë mirë, se këto ndodhen, janë normale që ndodhen. Por këto që kërkoj unë janë norma që rregulla që nuk janë respektuar pas 11 vjetorit. Pra atë punë po e përdor, po e përmend. Kam gret edhe zonin dikush të dorë, që e gren zonin ti të përjashtohen njerëz të lartë partisë. Po njerëz të lartë partisë janë njerëz, nuk janë UFO. Qofse unë e prek votën, do përjashtohem nga partia. Qofse ti ma dokumenton, ose ti e vetë pranon, duhet përjashtohesh. Sepse kam bo aktin më të rëndë që mund ta bëjnë demokracitë. Të prek votën, po preka votën kam prek gjithë sistemin dhe jam bosi Edi Rama. Dhe pse e them unë me dhimbje këta? Nuk e them me dhimbje se kam, sa ai për shembull në rastin se mos përmend emra, personi që e ka thënë dhe e ka bërë, mund të jetë edhe më i ndershëm se të tjerë. Po unë do filloj dhe do ndërtoj aksionin politik me Edi Ramën nesër. Dhe Edi Rama e mbështet shumë gjithë sistemin edhe të kjo vjedhja votës. Po Edi Rama dita thoi aq, kur ti vjedh të shtëpia jote dhe ti si jep derman vjedhës të shtëpia jote më tregon mu, Damianin, tërmet Damianin, nuk mund t'ja tregosh Edi Ramës kur ti ke probleme, po me të njëjtin fenomen. Pra unë kam bo një akt pa precedent që kërkoj tiqin 7 vet nga partia, po e kam bo, kuptohet se unë do të bëhem armik, se kështu konsiderohet këtu, armik politik me ato 7 vet. Po e kam marrë kostën për sipër që kështu ta konceptoj. Vota nuk preket. Po preke votën këtu, pastaj klasim kot, mlidhemi kot, dalim kot, ku bëjmë fushata kot, dihet humbin e kemë qenë. Pra këto element që po t'i marrësh të gjitha bashkë për bëjnë themelin edhe demokracisë, po edhe të statutit që duhet jetë, po edhe të faktit që duhet jenë tabu dhe të paprekshme.